Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisim. Sot kam kënaqësi dhe nderin e veçantë të kem në studio Myrveta Allmeta, doktoresh në fushën e tefsirit, profesoresh në gjuhën arabe, një nga 7 studiueset e para të gjuhës greke dhe përkthyese e 36 librave në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë që je sot prezent në podcast dhe që pranove ftesën për të qenë me ne. Asalamu alaikum rahmatullah, të falenderoj e dashur për ftesën. Është hera e parë që futem në intervista si podcasti juaj Nga t'ja nisim. Me thënë të drejtën, e kam parë në mënyrë si përfaqësore podcastin tënd, por besoj patjetër që janë promovuar shumë motra dhe lut Allahun e madhëruar që të kesh sukses përderisa do të vazhdosh me këtë podcast. Falenderoj, të gjitha bashkë inshallah. Në fakt ka qenë një zgjedhje e jotja që të dalësh publikisht tani apo kanë ardhur kushtet apo rrethanet e caktuara? Jo, ka qenë insistimi yt, sepse ka disa kohë, domethënë që ti ma bën këtë kërkesë dhe unë nuk është se më josh, domethënë as TV-ja, as podcastet, as në përgjithësi mjaftohem me atë Facebookun, Instagramin, Telegramin, WhatsAppin, këto më mjaftojnë. Ndërsa kjo pjesa e medias, domethënë është tik me dy presa. Dhe profesori jona ka pasur gjithmonë, nëse do të kishte rasul fi hadha al-asr, nëse do të kishte rasul, nëse do të kishte të dërguar profet në këtë kohë, atëherë do të ishte media. Mirë po media nuk të fton tjetri vetëm për sytë e bukur, siç thot populli, për veshjen e bukur tënde, për lukun tënd, ama don që të përfitoj prej teje çfarë ke brenda, çfarë ke ti në thelbin tënd, çfarë mesazhe do përcjellësh ti nëpërmjet medias. Kështu që nëse ato mexhliset e tona me 300 me 400 veta, domethënë që i kemi në jug, në veri etj janë mexhlise të mbyllura apo në Zoom, janë mexhlise të cilat nëse gabon do ta marrim vesh ai mexhlisi mbyllur, ndërsa nëse do futesh domethënë në platformat e podcasteve, mediave etj, domethënë TV-s etj, atëherë gabimi domethënë do përhapet kudo. Ashtu si e mira. Ti je shumë aktive në rrjetet e tua sociale, siç e the, por për ata që nuk të njohin, kush është veti? Unë jam Myrveta Allmeta, jam e lindur në qytetin e Kavajës para 47 viteve dhe thuajse gjysmë shekulli, gjysmë shekullore domethënë në këtë tokë. Dhe kam jetuar, lindur, rritur në qytetin e Kavajës, normalisht është qytet provincial, por elhamdulillah është qytet i cili sot e kësaj dite domethënë ruan besimin dhe normalisht qyteti i Kavajës ka një merit shumë të madh, domethënë në brumosjen time. Mbarova shkollën e mesme në këtë qytet dhe më pas kam vijuar studimet në Tiranë tek gjuhët e huaja dhe i kam patur pasion. Gjuhët e huaja, kemi qenë sikurse përmende 7 specialistë e parë të gjuhës greke dhe gjuhën ruse gjithashtu e kisha gjuhë të parë dhe gjuhën anglishte e kishim gjuhë të tretë, domethënë në diplomë. Më pas kam vijuar me studimet e gjuhës arabe. Kjo lindi si nevojë, faktikisht, sepse librat që ishin të përkthyer në atë kohë ishin jashtëzakonisht libra të pakët. Edhe normalisht doja që të studioja, doja të dija më shumë për fen time. Dhe nuk më mjaftonin aq libra sa ishin përkthyer. Dhe ky ishte shkaku kryesor, domethënë që morëm rrugën e dijes. Vijuam në Damask 3 vite, studiuam në Mahat Sheikh Ahmed Kiftaro, mufti Surja, domethënë muftiu i Sirisë në atë kohë. 3 vite kemi mbaruar gjuhën arabe atje. Kam studiuar domethënë gramatikën, sarfin, morfologji, belagha, të gjitha këto në Damask. Dhe më pas kam vijuar me shariatin, sepse normalisht këtë gjuhë do ta mësoja për të kuptuar fen time. Dhe legjislacionin islam nuk do ta kuptoja vetëm se nëpërmjet kësaj gjuhe. Dhe kam studiuar 4 vite, domethënë shariat në Xhamia Zarqa El Ahliye në Jordan. Dhe më pas u ndan rrugët. Profesorët e tefsirit
kur i bëja istisharë dhe konsultim që nuk di se çfarë të vazhdoj në master. Profesorët e gjuhës thonin jo, ti duhet të vazhdosh gjuhë sepse personat të cilët e kanë pjesën e shëgafit, atë dashurisë, domethënë për gjuhën, janë shumë të pak dhe ne kemi nevojë për nxënësa student si puna jote. Edhe vendi jot ka nevojë për studiues të tillë. Ndërsa profesorët e tefsirit thonin po jo se ti sado që të bëhesh e ditur në gjuhë, atëherë nëse ti këtë gjuhë nuk la tuadhifin, nuk e vendos domethënë në kuptimin e Kur'anit Kerim, atëherë çfarë përfitove nga kjo gjuhë domethënë. Dhe në të njëjtën kohë, megjithëse ishte ndaluar nga ana e kanunit, domethënë nga ana ligjore në Jordani që të vazhdoje 2 mastera, unë i kam vazhduar domethënë të dyja, edhe në gjuhë edhe në tefsir. Dhe më pas në të njëjtën kohë? Po, në të njëjtën kohë. Dhe në atë kohë kam patur edhe 2 fëmijët e fundit, domethënë kam qenë nënë 2 fëmijëve dhe prisja të tretin dhe subhanallahu është ndihma e Allahut subhanahu wa taala, por ka qenë edhe ndihma e bashkëshortit tim i cili ka qenë krahi djathti im në mesiret el-ilm, domethënë në rrugën e dijes. Në rrugën e dijes. Ndërsa i Chelsea që ti ke qenë kaq e vendosur, sepse ne sot i kemi shumë të lehta gjërat, por jo gjithmonë shkojmë deri në fund me vendosshmëri, sidomos tek pjesa e dijes. Kush ka qenë ajo motivi jot që ke bërë në të njëjtën kohë 2 mastera, duke qenë dhe shumë angazhuar dhe familjarisht? Nuk e di, por rrethi shoqëror që kishim ne në Jordan kanë qenë një rreth tepër motivues. Për shembull, kur futesha në zyrën e profesorit, ai ka qenë Rais al-Majma' al-Lughat al-Arabia, që unë nuk e di se çai bien shqip, domethënë personi më i lartë që drejtonte domethënë institucionet e gjuhës arabe. Dhe kur futesha dhe diskutoja me të dhe më thoshte ti duhet të vazhdosh në këtë sferë, ti do të bëhesh diçka e madhe, më thoshte në të ardhmen. Dhe non stop rrinte vetëm duke më inkurajuar. Normalisht kisha edhe në këtë kohë përktheja, kam filluar domethënë mbas 3 vitesh, mbasi studiova në Damask, fillova me librin e parë, Edukimi i fëmijës në Islam, sepse ishte tepër i domosdoshëm. Në Saha, në Mejdan nuk kishte as edhe asnjë libër për edukimin e fëmijëve. Dhe kur kam marrë librin e parë, ka qenë Risalet Magjister, domethënë temë magjistrature. Edukimi i fëmijëve në Islam. Po, edukimi i fëmijëve në Islam, i shkruar nga doktor Ahmed el-Hulejbi. Dhe kur i diskutoja hadithet me profesorin tim, më thoshte mua, po ku nuk shkove dhe gjete libër tjetër përveç se këtë domethënë që ky është temë magjistrature, është tepër e vështirë. Thosha, profesor, kjo është i domosdoshëm dhe ne duhet. Dhe të gjithë këta profesorë, domethënë rrethi që kisha nga profesorët e mi, edukatorët e mi, mentorët e mi, ishin që të nxisnin gjithkohës në për konferenca, simpoziume dhe ti vetëm shikoje njerëz që arrinin dhe shoqëria që kisha rreth e përqark, madje edhe me motrën time e diskutoj gjithmonë. Kur flasim për ato takdirate, domethënë që ç'a more ti këtë vit, unë mora Mumtaz, ti more shumë mirë, edhe i them që të vije dhe të mësoje në një rreth ku të gjithë kishe palestinez. Domethënë Jordani ju e dini, domethënë që është 3 çarekët pothuajse janë palestinez të ardhur. Edhe studentët që kishim ne ishin palestineze dhe studionin natë ditë në të njëjtën kohë. Unë shihja, domethënë konkurenca e mirë kishe prej shoqeve, domethënë që i kisha me 60 vjeçë me fletore në sqetull. Dhe në të njëjtën kohë ajo drejtonte domethënë shkollë nga sabahu deri në ora 2 dhe pastaj vinte dhe studionte me mua magjistraturë. Pra i gjithë rrethi që kisha unë ishte një rreth që të nxiste dhe thoshte vetëm ec përpara. Po ti dhe profesoresh aktualisht e shikon këtë lloj etje për dije te brezat e rinj? Tek brezat e rinj nuk e di, social media ka bërë punën e vet, domethënë sot tani ke një rini e cila noton në për re iluzioni.
Pra shikon atë, unë do të bëhem milioner, unë do të bëhem i pasur, ndërkohë që nuk e din, domethënë që globalizmi nuk mëshiron kërkënd, ato ëndrat e tua mund të mbeten thjesht në sirtar, dhe ti vetëm, unë tani kam djalin tim që studion për mjeksi dhe thot mami, thot unë kam shok, thot, të cilët janë të lidhur non stop me social media dhe nuk e prekin një harf, thot, nuk e prekin një shkronjë, thot, për studim, thot, dhe kanë ngelur në filan lënd, kanë ngelur këtu e aty, sepse domethënë imazhi që i jepet nga social media nxënësit sot, studentit sot, është një imazh i pa arritshëm. Dhe çfarë ai zgjedh atë pjesën e rehatshme ose të punoj domethënë me një ritëm tepër të ngadalë, ndërkohë që globalizmi nuk mëshiron kërkënd. Globalizmi është ose shkëlqyeshëm. Domethënë tani nxënësat që janë mesatar, nxënësat që janë me mesatarë të ulët janë zhdukur. Domethënë nuk ka, domethënë mesataria nuk ekziston më. Prandaj është e rrezikshme kjo? Është tepër e rrezikshme. Po shumë të afër shoqëria i bie që të humbi nivelin e dijes komplet. Ata që janë serioz në kërkimin e dijes, ata që e din që men allamani harfan sirtu lahu abdan, ata që e din kërkoje dijen domethënë nga djepi deri në varr, dhe kur e din që nahnu ummatu iqra, domethënë fjala e parë që na është zbritur ne është lexo, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, domethënë lexo në emrin e atij i cili krijoi, përkthimi i saktë, i cili krijoi. Dhe këtu domethënë nëse do të futemi në belagën e gjuhës arabe, tek elokuenca e gjuhës arabe, lexo, çfarë të lexoj? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, çfarë lexoj? Çfarë krijoi? Krijoi domethënë çdo gjë. Krijoi alem al-jin, alem al-ins, domethënë botën e xhinëve, botën e njerëzve. Të gjitha botërat domethënë janë të përfshira në këtë khitab, në këtë i drejtohet pra Zoti i madhëruar me lexo të gjithë krijesave të tij. Dhe përderisa ne jemi ummetu iqra, domethënë jemi ummeti i lexo, i fjalës lexo, atëherë ne duhet të lexojmë. Duhet të lexojmë, mirë, po realiteti është që ummetu iqra la taqra. Domethënë ummeti i lexosë nuk lexon. Dhe për këtë arsye domethënë është po ndodhin këto që po shikojmë sot domethënë tek rinia e sotme. Ose po lexon, por sepse ju jeni dhe doktoresh, pra eksperte në tefsir, dhe duket sikur lexojmë vetëm për inerci, ose i dim disa gjëra të saktura, por nuk i zbatojmë. Dhe për shembull leximi i Kuranit, për shembull, a vini re ju diçka që tek njerëzit që e lexojnë për ta mbaruar dhe jo për ta kuptuar, se normalisht një shkencë kaq e rëndësishme sa tefsiri dhe komentimi i Kuranit, që duhet të thonë janë me stadium pak të rrallë, pra njerëzit që e ndjekin këtë lloj dege, dhe shumë të nevojshme, se nëse ne nuk e kuptojmë, si do ta zbatojmë siç duhet. Atëherë këtu qëndron një problem tjetër që po ta shohësh, nëse do të futemi tek bota e tregtisë. Çfarë hadithi din tregtarët tan? Men bana masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Kush ndërton një xhami, Zoti atij ndërton një shtëpi në xhennet. Nëse ti do t'i thuash, nëse ti do t'i bësh tefsirin e hadithit tani, nëse do t'i bësh tefsirin e hadithit tregtarit, edhe do t'i thuash, zotëri, po, a e din që xhamia ka qenë vatër për skamnorët? A e din që xhamia ka qenë vatër ilmi, vatër dije? Aty kërkonin dijen sahabët. A e din që ka qenë xhamia qendër sociale? A e din që xhamia ka qenë vend për ihtifal, vend në të cilin domethënë festohej? Madje këtu domethënë është një meshhed, është një skenë tepër romantike midis pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe Aishas radhiyallahu anha, kur dalin ata domethënë ahbashët e vegjël, djemtë e vegjël nga Habasha, nga Etiopia, dhe Aisha don të shoh se si ata lozin me heshta. Dhe thot transmetuesja thot faqja ime, Aisha radhiyallahu anha, ishte ngjitur thot me faqen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam, thot,
a u ngope, a u ngive, thonë kosovarët. I thotë, jo, thotë, herën e dytë e lë prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prap këtu kemi domethënë atë burrin i cili zbret në mustewan e moshës, në nivelin e moshës së gruas. Dhe jo, un jam 50 vjeç dhe nuk më interesojnë fare ëndrat e tua. Jo, e lë prap domethënë, edhe i thot, Aisha, u ngope tani? Jo, i thot akoma. Dhe e lë prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tani po, thot, mjaftohem, thot Aisha radiallahu anha. Pra shikoj se çfarë ka qenë xhamia në atë kohë. Nëse ti këtë gjë i a thua tregtarit sot që kush ndërton një shkollë mund të futet në xhenet. Nëse kush ndërton një qendër sociale mund të futet në xhenet. Thotë më lër në kuptimin harfi, më lër në atë kuptimin bukfal, domethënë. Mos nuk më interesojnë këto gjërat e tjera. Këto gjërat e tjera janë tefsiri jot, domethënë. Min xhebi ka pasur një profesor im nga xhepi jot, domethënë i ke sjell këto. Jo, këto janë tefsir historik i xhamisë pejgamberit. Kthehemi tek sallallahu alaihi wasallam. Kthehemi tek çështja jon, domethënë, pse sot po kemi hafiz? Mirë, po nga ana tjetër, çështjen e tefsirit kujt i intereson? Dhe në shumicën e rasteve nuk e kuptojmë që ajetin që po e themi. Nuk e dim shumë mirë as përkthimin, jo më tefsirin. Tamam. Tefsiri pastaj është nivel shumë i lartë, po dhe përkthimi fjalë për fjalë të atij ajeti, ndoshta nuk e dim. Është vërtet. Atëherë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çana ka thënë hadithin që njerëzit më të mirë kush janë ata, të cilët e mësojnë Kur'anin, e mësojnë vetë dhe u mësojnë të tjerëve. E mësojnë Kur'anin, domethënë çfarë thonë ata të cilët i bëjnë tefsir hadithit? Thonë madha allama, çfarë i mësojnë të tjerëve? I mësojnë, domethënë, termin elif lam mim, dhalikal kitabu la rayba fi. I mësojnë këtë, por japin edhe tefsirin. Wa ma'nahu, lafdhahu wa ma'nahu. Pra ti i mëson termin, por i mëson edhe kuptimin. Se çfarë domethënë, çfarë faide do të kemi, çfarë dobi do të kemi, nëse ne domethënë do të kemi hafiz të cilët nuk kuptojnë. Sigurisht që kjo ka ato fajden e vet, ka dobin e vet, nuk diskutohet. Ama çfarë dobi të shumëfisht ka një person, ka një dije e cila përcillet me domethënjet, sepse ky libër nuk është vetëm thjesht huruf, nuk është vetëm thjesht shkronja, por është shpallje hynare që ka mesazhe, domethënë ka dispozita në të, dhe këto dispozita nuk përcillen vetëm se nëpërmjet tefsirit. Po. E vërtet, aq më tepër që kanë qenë shumë histori të ndryshme që janë bërë sebe për zbritjen e një shpallje të caktuar. Kështu që normalisht po nuk e kuptuam ashtu siç duhet komentimin, as ajetin se kuptojmë. Dhe normalisht si mund ta zbatojmë? Patjetër, madje edhe te kjo pikë un kam pas diskutuar gjithmonë me pedagogët e mi. Edhe i thosha, ju thoni që el Kur'an el Kerim është mu'jiz, domethënë është mrekulli me lafdhin e tij, me termat e tij, me fjalët e tij. Edhe përkthimi, i thosha unë, ka pjesën e vet të mrekullisë. Po si ka mundësi ta fusësh përkthimin tek mrekullia, tek i'xhazi, më thoshte mua. Profesori, thosha unë, si jam bërë muslimane? Unë jam bërë muslimane nëpërmjet përkthimit të Kur'anit Kerim. Kështu që leximi Kur'ani Kerim është i tëri bereke, domethënë është bereqet, është mirësi, sikurse shkronjat e tij, lafdhi i tij, manaja e tij, përkthimi i tij, çdo gjë që lidhet me Kur'anin Kerim është mirësi dhe mrekulli. Në mënyrë absolute, dhe ne nuk po e mohojmë këtë gjë, por po i hym pak më tej diskutimit dhe bisedës, pra për të kuptuar më shumë, sepse disa gjëra janë në këtë gjendje që janë. Si për shembull, shumica, ne nuk kemi bërë anketë pa diskutim, por shumica prej nesh le të themi kujtohen për hatmen e Kuranit vetëm gjatë muajit të Ramazanit, për shembull. Normalisht nëse do ishin kuptuar aq mirë ajetet apo do kishte një qartësi të plot të tyre, do kishte më shumë dashuri për ta lexuar hatmen gjatë gjithë vitit ose për ta zbatuar ashtu siç është, sepse në fakt ne të gjitha rregullat i kemi në mënyrë absolute universale, siç kanë zbritur dhe janë akoma për kohën që ne jetojmë dhe do jenë gjithmonë. Dhe nëse ne i dim të gjitha, do kishim jetuar xhenet. E vërtet. Por nuk i zbatojmë. Ka një pikë pyetje në këtë mes? Tek çështja e zbatimit, pastaj është
hapi i parë është dia, ajo që përmendë pak më parë, që nëse ne nuk jetojmë me këtë Kur'an, ajo që kupton ti domethënë nga leximi ka atë mirësinë e vet, ama ti kur futesh në tefsir, atëherë ti ke kuptuar që vetëm lëvozhgën ke marrë nga përjashta, ndërsa perla është brenda tefsirit, domethënë është perla, është atë rrezatimin, atë hynizimin e Kur'anit Kerim nuk përcillet vetëm se nëpërmjet tefsirit. Subhanallah. Për shembull, nëse do të merrnim një ajet kuranor, laha ma kesebet wa alejha ma ktesebet. Nëse ti domethënë do ta përkthesh në gjuhën shqipe, dhe thotë çdo vete domethënë ka të nasibin nga ajo që përfiton domethënë nga punët e mira. Laha alejha ma ktesebet, kjo ka lidhje me haramin. Këtu tani domethënë laha wa alejha. Këtu tani janë mahani domethënie të pafundme. Ndërkohë që ti ke vetëm halal dhe haram në përkthim. Alejha, thon mufesirinat, thon që ti të futesh në haram, vërtet harami don para, ka teklufe, që ti të shkosh dhe të pish, domethënë alkoholin. Ka kosto pra. Ka kosto. Duhani, alkoholi pa. Ka kosto domethënë në para, ka kosto që do ta paguaj familja jote, do ta paguaj gruaja, fëmija, të vjellat, domethënë zënkat, sherret etj. Të gjitha këto ti shpjegon alejha ma ktesebet. I ktesebet, nëse do të futemi pastaj domethënë tek çështja e morfologjisë, kjo është gjë tjetër, që vetëm nëse po jemi ke komentimi, mund të themi për shembull diçka në lidhje me femrat, se ne fatikisht kemi një sure në Kur'an, që është sura An-Nisa, dhe pa diskutim që pozita e gruas në Islam është shumë e lartë, por ndonjëherë duket sikur dhe ne nuk jemi të ndërgjegjshme për pozitën tonë, por edhe shpesh keq kuptohet pra nga shoqëria. Mund të na tregosh një histori shumë të bukur ose të veçantë ose që lidhet me komentimin e grave dhe pozitën e saj në Islam, sipas Kuranit? Për komentimin e grave, domethënë ti ke komentuese më të madhe, domethënë ke Aishën radhiyallahu anha, të gjitha ajetet, hadithet të cilat kanë lidhje me pastërtinë, kush më bukur se sa Aisha radhiyallahu anha mund t'i sillte domethënë me komentimin e saj. Madje ka raste në të cilat Aisha radhiyallahu anha ka kundërshtuar dhe burrat tek baza e dispozitave tek libri që kanë përkthyer para 15 vitesh. E ke hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që namazin e prish gruaja, gomari dhe pjesa tjetër nuk më kujtohet, domethënë, edhe si ka mundësi, thot Aisha radhiyallahu anha, si mundesh ti domethënë që ta barazosh thot gruan me gomarin dhe këtë, si ka mundësi, si ti barazosh këto thot. Dhe këtu domethënë tu khalif xhamia haula il ruat, domethënë i kundërshton të gjithë domethënë transmetuesit dhe komentuesit e hadithit të profetit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të bashkohen thot. Si mundet ti ta bësh të krahasim, është krahasim pa vend. Kështu që ku kam plus jo vetëm Aisha radhiyallahu anha, plot domethënë sahabije të tjera dhe tabiine kanë qenë prej atyre të cilat kanë ardhur dhe kanë marr burrat, kanë marr dije prej tyre dhe tetelmedhu bejne eidihin, domethënë janë ulur dhe sikurse kanë marr grad, kanë marr dije nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ashtu dhe burrat kanë ardhur dhe kanë marr dije nga gratë. Megjithëse kjo tingëllon pak e huajt, domethënë në nuk është e dëgjuar në fakt, po. Në kohët e sotme. Aq më tepër që shumica e njerëzve mendojnë që gratë e kanë vendin në familje vetëm për edukimin e fëmijëve dhe jo jashtë saj. Te kjo pikë është gjithmonë e diskutoj me çunat e mi dhe më thon mama, gruaja nuk mund të jetë një mizherie. Nuk mund të jetë si puna e saj vazos bukur, domethënë që ti mund ta vësh aty edhe ta veshësh me florinj, ta zbukurosh, domethënë. Shikoj pak domethënë jetën e sahabiateve.
ti ke domethënë mithal, ke shembull gruan e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, Khadija radhiyallahu anha. Domethënë Khadija ka qenë një grua e cila biznesmene. Jo vetëm businesswoman, por por pejgamberin ton që ishte i dërguar i Zotit, domethënë e ka patur në punë Khadija radhiyallahu anha. Pastaj një grua e cila don që t'i bëj tërbiet, sepse gruaja, po themi që gruaja do rri në shtëpi për çfarë? Për të edukuar fëmijët e saj. Dakor, do rri për edukimin e fëmijëve, ama nga ana tjetër, nëse nuk është edukuar vetë, si do t'i edukoj fëmijët një grua e cila nuk është edukuar vetë? E cila nuk ka marrë një thëkafe islamie, nuk ka marrë një edukat islame, nuk ka marrë dispozitat e islamit, nuk ka marrë domethënë hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, si mundet kjo që të edukoj? Pastaj është dhe kjo pjesa tjetër domethënë që na ka dalë tani nga social media, që e dua burrin boss, e dua burrin kështu. Dakor, motra ime, ky bossi domethënë që i ka fituar këto parat, që i ka fituar domethënë me mund dhe me djerz. Normalisht ti që ke ardhur këtu, domethënë në çfarë ore ke ardhur këtu ti? Para 1 ore. Po. Unë që kam ardhur këtu, domethënë nga Kavaja, kam bërë 45 kilometra sa i bie nga Kavaja në Tiranë. Atëherë, këtë mundin për të fituar paran, ti mendon që do ta japi bikepse të zirë, si thon arabët, me një shtypur butone, po kurrë në kurrës nuk do ta jap. Kështu që dari bën taksën, pastaj ti që e don burrin milioner, duhet të dish që do ta paguash, dhe taksa pastaj dihet se si është. Taksa është e ndryshme dhe se si do ta paguash e din ti pastaj. Është me vërtet. Duhet të jesh e gatshme për këtë gjë. Është me vërtet kjo. Vetë ti ke 4 çuna, dhe mama çunash, pra kush është ai mësimi që ti mëson çdo ditë, ose mund të na thuash diçka në lidhje me edukimin e meshkujve, se ne shpesh flasim për edukimin e femrës në fakt, dhe anashkalojmë edukimin e mashkullit që në fakt është shtylla e familjes, është baza. Nëse mashkulli është kujdestar siç duhet, me parimet edhe të detyrimet e tij, normalisht një familje mendoj që mund të jetë më e shëndosh, apo jo? Është vërtet. Atëherë tek çështja e meshkujve, me të vërtetë është gjëja e parë që të thonë e shkreta ti se bën i goc për veten tënde. Domethënë është po shoqëria, po rrethi fisi fillon duke të bërë një lloj bullizimi, domethënë në thonjza. Edhe është edhe kjo tjetra pastaj që fillojnë edhe duke të kënu ato kush ka vajza botën ka. Kurse për çunat s'këndon njëri. Jo, s'këndon njëri, domethënë ose hadithi për shembull për vajzat, kjo ka qenë tjetër kontekst në fakt, por për çunat a ka ndonjë? Jo, për çunat domethënë thon e shkreta ti që jenon çunar se bën ai goc për vete. Si ka mundësi? Është edhe kjo tjetra, domethënë janë shërbet për baklava, thon për gocat, ndërsa për çunat nuk ka dalë as shërbet baklavaja, as nuk e di, as i gjë domethënë për çunat deri tani. Ndërkohë që nëse rrit një çun të mirë me parime, me tradita, normalisht është dhe shtylla për familjen e vet, po edhe bazë shumë e mirë për prindërit e vet, për vëllezër, për motra. Vallahi unë nuk e di, çunat nuk e di, unë nuk di të bëj tërbiet për gocat herë para, ndërsa e dyta nuk di të ketë krijesë më tomël se sa çunat në botë. Çunat janë tepër të ndjeshëm, janë subhanallahu, 4 çunat e mi unë secilit i kam vënë atë nofkën e vet, domethënë, jo nofkën e vet, atë për emrin e vet që përkëdhelat. Të parit i them Tufaha Mamit, është molla e mamit. Madje edhe kur bëja atë temën e doktoraturës, shikoj i them Sibawayh, domethënë ka qenë babai i gramatikës arabe. Edhe nëna e vet e thriste, më vonë kam zbuluar këtë, ndërkohë që unë e kam thënë pa e ditur këtë gjë. Këtë përgëdheli që ja bënte nëna Sibawayhit, Sibawayh. Sib domethënë në gjuhën persiane do të thotë moll. Weh, domethënë molla e nënës. Dhe i them shikoje të uafukatet, shikoj ato çaj thonë në shqip, domethënë si përkon përkëdhelia e nënës së Sibawayhit me përkëdhelin time. Edhe të dytit i them portokalli mamit. Rabia al-qalbi, them pranvera e mamit, pranvera e shpirtit, dielli i shpirtit. Ndërsa i treti domethënë është Ghazel, e ka të qafën si sorkadhe, domethënë. Ndërsa i fundit është llokumi mamit.
është ëmbëlsira. Dhe tek çështja e meshkujve është vërtet një. Më fal, para se të flasësh, nuk i bën pak më të dobët se ne kemi këtë idenë që pledatimi i tepërt për këdhelia i bën të dobët meshkujt, se meshkujt duhet të jenë të fortë etj. Nuk i ndikon kjo në butësinë e tyre? Absolutisht që jo. Unë kalamajt e mi unë i kam quar hopa, do me thënë që 2 vjeç në karate, në Tenshinkan. Të gjithë, do me thënë, i pari ka rip të zi, i tjetri ka, do me thënë, si kjo ngjyra që i thonë Burgjuani, Leila, do me thënë, të tjerët e kanë filluar, do me thënë, dhe e kanë stopuar, kanë vazhduar me futbollin, pothuajse të gjithë, i dyti është maratonist, dhe pothuajse të gjithë sportet e burrërisë i herë i kanë pas difanin nefs për të mbrojtur veten, por edhe pjesën e dy luftimit, ti duhet të kuptosh që jeta ka hasara u fauz. Ti duhet të kuptosh që jeta jote, do të thënë, kur ti del në mejdan me tjetrin, kur del në tapet me tjetrin, duhet ta kuptosh që ti mund të fitosh, por mundesh edhe të humbësh. Skuadra jote në futboll mund të humb, por mund edhe të fitoj. Ti mund të jesh shumë i afërt, e kam të djalin e tretë Yusrin, është shumë i aftë, ama e kupton që talenti i tij nganjëherë nuk ka të bëjë fare punë, sepse në Shqipëri bëjnë punë wasitatët, ndërmjetësimi. Dhe tek çështja e ledhatimeve, gjithmonë ndoshta ka ndikuar dhe kjo që kalamajt e mi janë rritur në vendet arabe, dhe gjëja e parë në vendet arabe është që ti, do me thënë, si mashkull je përgjegjës. Dhe nocioni i martesës atje përkthehet në këtë që do them më bazë. Martesë do të thotë përgjegjësi, nëse do të kisha një tabel këtu do ta ilustroja. Përgjegjësi, shumëzim, hap klapat, sakrificë, plus intimitet, plus përputhshmëri mendimesh. Nëse ti do të heqësh, do të them, tek përgjegjësia, ti vë 0. Nëse shumëzon me këtë që ke brenda klapave, atëherë ç'a del? Atëherë del 0. Kështu që fëmijët e mi janë rritur me këtë ndjenjë, domethënë, edhe tradita arabe, elhamdulillah, ata kanë mësuar që nga rroda, domethënë që nga kopshti deri në Teuxhihi, domethënë deri në shkollë të mesme, kanë qenë të gjithë në shkollat arabe, në shkollat më të mira, domethënë model në Jordan, edhe në Turqi, në Stamboll, gjithashtu, domethënë kanë qenë në shkollën e konsullatës jordaneze, dhe non stop kanë patur vetëm profesorë, domethënë, të cilët kanë qenë arab nga Jordani, Palestina, Egjipti, nga gjithë bota arabe. Dhe në botën arabe mashkulli është përgjegjës, nuk është një mashkull i përkëdhelur. Jo, tek ne nuk ka që të vegjël. Fëmijët e mi kanë ndarë punën, domethënë, ti ke sallonin, ti ke kuzhinën, ti ke korridorin dhe studimi në këtë gjë, po thua përveç se familjes, normalisht detyrat në fillim mësohen në familje dhe përgjegjësitë, por ndikon edhe shembuj që ti ke në dijen tënde, në studimin tënd? Patjetër në librin e parë tek edukimi i fëmijës në Islam, subhanallahu, do të shohësh që autori thotë bazat e edukimit janë familja, 2 shkolla, 3 media, shoqëria. Nëse ti nuk i vën një shkollë, domethënë ti mund të bësh punë goxha në shtëpinë tënde, ama nëse ti e vën një shkollë e cila nuk ka nivel, në një shkollë e cila nuk ka mustawa, nuk ka njerëz të cilët janë njerëz të formuar, atëherë mos prit domethënë prej fëmijës tënd që të dalë dikush i nesër. Plus media tek që të vegjël, fëmijëve të mi unë i kam pas bler, ka qenë një kanat, domethënë kanat el Majd el Fadaie, domethënë kanali Majd, ne e blini me para, megjithse ishim studentë dhe ishte kontrolluar, domethënë, nga Heja Shar'ie, nga dietar, domethënë të mëdhenj, që kjo është e saktë, kjo është, megjithse ishin filma kartoni. Nga ana tjetër, domethënë, media ishte e kontrolluar. Plus shoqëria, ne zgjidhnim gjithmonë, domethënë në Jordan zgjidhnim vende në të cilat kishte xhami, dhe sot e kësaj dite fëmijët e mi, megjithse janë rritur, janë nëpër fakultete, i kujtojnë me nostalgji, domethënë, profesorët e vet të xhamisë, profesorët e shkollës, pasi janë ata të cilët i formonin, ata të cilët shkonin dhe loznin bashk, shëtisnin bashk dhe i edukonin.
Me thonë, përveç se këtyre familjes dhe ato që përmende pak më sipër, pra baza që qëndron tek edukimi i meshkujve është përgjegjësia dhe formula e famshme. Patjetër, nëse ti do të kesh domethënë siç e kanë sot kolpo di fulmine, e gjetë një gocë për jashtë të pëlqen hey luku i saj, e bukuria e saj, nëse ti mund të kesh intimitetin, a je i gatshëm të marrësh një grua që nuk sakrifikon për ty? A je i gatshëm të marrësh një grua e cila nuk ka përputhshmëri idesh me ty, një grua e cila nuk është në nivelit tënd, në gjithmonë këto që janë princi, shikoj pjesën e medias, domethënë se si vjen media. Princi që martohet me hirushen, këto janë pralla domethënë. Dhe kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë keq në gjithë psikikën tonë emocionale dhe në ato ëndrat e kota që sot vajzat i kanë, që nuk janë në fakt pjesë e realitetit. Patjetër. Mamaja ime gjithmonë thot në Katund thot ishin bejlerët. Thot familja jon, domethënë fisi jon, nuk kishte mundësi domethënë që të martohej përveç se me bejler. Domethënë kishte bejlerët e Kavajës, bejlerët e Harizajt, Tiranës, e gjithë domethënë shtresa e vet. Mund të martoheshin me shtresën e agallarëve thot. Nuk mund të kalonin te efendilerët. Nuk mundej thot, absolutisht, sepse një person që është rritur me toka, me pastërti, me shërbëtor, etj, gjyshja thot për shembull thot në katin e poshtëm të shtëpisë tonë, ne kemi pas hyzmeqarët thot. Nuk mundesh ti që ta bindësh dot një vajzë e cila mund të jetë yll nga bukuria, por që ka jetuar në një shtresë e cila nuk është e shtresës tënde. Nuk mundesh ti ta bindësh ti që ke jetuar në një kështjell, mes hyzmeqarëve, mes shërbëtorëve, nuk pavarësisht se komunizmi i bëri të gjithë rrafsh domethënë, edhe i bëri i pasur i varfër, të tërë ishin një përpara partisë domethënë. Mamaja thotë që nuk mundet që ky person i cili ka jetuar në kështjell me hyzmeqar të shkojë dhe të jetojë me një person i cili ka jetuar në kasolle. Si mundesh ta bindësh ti që në çdo pranverë shtëpia duhet lyer, sepse domethënë duhen freskuar, duhen hequr mikrobet e tjera. Ndërkohë që ky i shkreti domethënë gjëja që ka parë domethënë është palmat, thuprat e një kasolle. Patjetër. Atëherë te kjo pikë gjithashtu është për tu theksuar që ajo që thot shariati, sepse këto gjëra nuk kanë ardhur kot. Shariati thotë që ti duhet marrësh kufë. Ti duhet marrësh atë që është i nivelit tënd. Nëse ti je me shkollë, apo siç bëhej martesa domethënë brezit ton. Brezi im ç'a bënte? Do ta marr nga devotshmëria, thoshte ai. Po kush është devotshmëria? Kur e pyeti është mos u pa gabim kjo pjesa që dhe vajzave i thon gjithmonë që uli pritshmëritë, ndërkohë që mund të jetë shumë e shkolluar, shumë e arsimuar, mund të jetë dhe ajo nga familje shumë e mirë arritur, dhe është një tendencë për të ulur pritshmëritë vajzave. Nuk e di, a shikon ti këtë gjë? Atëherë këtu kemi Omar bin Khattabin i cili thot a e njeh filanin, i thot. A e njeh filanin? Thot e njoh, thot është njëri i devotshëm. Po mirë, thot ku e ke parë, thot. Vallke ke patur komshillëk me të, që t'ia shohësh domethënë sjelljen e tij, akhlakun e tij, moralin e tij? Jo, i thot, nuk e kam patur. Hel ta amel të bidinar? A ke provuar të paraja? Jo. Sepse aty dalin domethënë xhavahiret e njerëzve, cilësitë e njerëzve, kush është koprac. Dhe siç thoshte një profesori jon, kopraci në ndjenja, thoshte, është kopraci në para është koprac në ndjenja. Ai që thoshte për vajzën e vet, thoshte subhanallahu e ka ndar sepse nuk mundej, thoshte, të jetonte me të, se edhe fasoletën thoshte mos e përdor të tërën, po ndaje në dysh. Unë nuk mundem të jetoj, thoshte, me një njerëz të tillë. Kopraci në para, pra është koprac në ndjenja. Dhe nuk mundet që të jap dashuri. Gjithashtu, a udhtove me të, i ka thënë? Jo. Po mirë, thotë Umar bin Khattabi, mos e ke parë gjë në xhami, thotë yahuzzu ra'sahu? Ja. Duke tundur kokën, domethënë? Idheb, thotë, fe ente la ta'rifuhu. Ik, thotë, se ti nuk e njeh atë. Atëherë, në kohën tonë shikoj vetëm lëvozhga për jashta. E ka mjekrën? I ka pantallonat e shkurtra? Shko dhe marto, edhe nëse është nga Saranda, domethënë goca, dhe ai është nga Hasi, atëherë marto, nuk ka gjë. Dhe kjo është gabim shumë i madh. Pse? Sepse të tjera zakone ka veriu dhe të tjera zakone ka jugu. Dhe nëse ti ke mustawa, nëse ti ke nivel
je shkolluar, je trajnuar etj, ti ecën me hapin e lepurit. Si mundesh të bashkohesh ti domethënë me një person I cili nuk di se ç'është libri, nuk di se ç'është letërsia. Ky ecën me hapin e breshkës dhe don megjithëse kthehemi prapë tek media, por rradha domethënë na ka treguar që breshka domethënë e ka kaluar lepurin me konsistencë, Kështu që janë të gjitha të lidhura domethënë çështjet. Po këtë pjesën vetë si shikon këtë pjesën që thon shumica xhallarëve që pavarësisht arsyeve madhore që mund të ketë një familje apo një çift, dhe thon duro për hatër të Zotit se do kaloj dynjaja. Do thon, a është kjo ajo xhevapi I duhur që duhet I japim vajzave, po dhe çunave, kushdo që të jetë në të tilla situata? E para domethënë sot brezi I sotëm është brez tepër I informuar, është brez që ka informacion. Me të vërtetë ne mund të themi që halali I lejuar është halali, domethënë harami, domethënë dhe halali sot janë bejine, domethënë divorci është halal, ama nuk mundemi ne domethënë që t'i themi duro nëse gruaja dhunohet, nëse do të thon arabët jeshibur ras, domethënë të thinjet koka nëse do të tregoj raste të cilat ka gra të cilat janë keq trajtuar, janë dhunuar, janë lënë pa bukë, janë rrahur, janë lënë mes të ftohtit, janë lënë në xhami, pra ti jeton në një realitet që gruas I thuhet që ti lind në shtëpi të huaj dhe shkon në shtëpinë tënde. Dhe ky burri domethënë që shkon në shtëpinë e vet gruaja, nëse I teket nesër pas nesër dhe të lë, atëherë ne I kemi parë në lagjen tonë që I kanë lënë në xhami pa asnjë lloj strehe. Si mundet që ti thuash kësaj gruaje duro? Si mundesh? Varet domethënë çdo gjë, nuk mundet doktori t'i japi të njëjtën recetë, t'i japi të gjithë të sëmurëve. Absolutisht. Dikush që është I smur me stomak, don ilaçin e vet. Ai që është I smur me zemrën, don kardiolog. Kështu që do t'i japi gjithë secili do t'i japi atë dozën e duhur dhe ilaçin e duhur. Në Facebookun tënd ke disa histori shumë të bukura. Normalisht 36 libra të përkthyera, unë nuk e di domethënë nga I gjen aq të bukura dhe mënyra se si ti I thua është kaq natyrale me atë dialektin tënd dhe audienca duket që I pëlqen. Si ndjehesh atë merr kohë kjo gjë, postimet, historitë që ti zgjedh I përgjithsisht nga historitë tua personale apo ke një ngacmim të caktuar apo si funksionon? Zakonisht janë ngacmime të fëmijërisë, edhe te kjo pjesë është një gjë mbrëm po e diskutoj edhe me fëmijët e mi që fatkeqësisht në brezi sotëm nuk ka më kujtesë, sepse domethënë social media I bën non stop të jetojnë si robotër, mos të jetojnë me këmbë në tokë. Fëmijëria është pjesa që më ngacmon më shumë dhe është kjo pjesa nuk e di nuk di të flas përveç se gegnisht domethënë më pëlqen shumë postimet gegnishtja jote që kanë lidhje me gjyshet, me gjyshin. Do doja që në pjesën e fundit që na ka mbetur ta flasim pak edhe në dialekt. Në dialekt. Tashti natyrisht, si është veti. Si e pyetën, kur e pyetën atë ç'a quhet akrepin, ndoshta e ke lexuar tek libri I filozofisë. Kur e pyetën akrepin tha si ecën, atëherë harroi tha me ecta. Kështu që edhe tashti me dash me fol gegnisht, nuk po di me fol. Edhe nuk e di, pjesa e social medias është për mua është mision. Vërtet të merr kohë, sepse domethënë kur të vjen delli, të lë pa gjumë, të torturon. Sepse është momenti që ti duhet ta kapësh, si thot Imam Shafiu, domethënë el kitabatu said, el kitabatu qaid, ndërsa fikri, ajo ideja domethënë është si puna e saidit, të vjen gjahu që ti duhet ta kapësh. Nëse nuk e kap domethënë iku. Edhe te kjo pjesë shkrimi, si thot një profesor jon, nëse do të merresh me rrjetet sociale, atëherë Facebooku është mimber, Instagrami është mimber, dhe është përgjegjësi. Nëse do t'i futesh gjithmonë na porosiste profesori, thoshte gëdhihi, ushqeje, thoshte, non stop ushqeje, sepse nuk ka asnjë lloj fajde. Nëse ti domethënë e fillon sot, e lë 6 muaj, futesh mas 2 muajsh, e fillon prap, e stopon prap, jo. Duhet non stop që ti ta ushqesh atë.
Dhe te kjo pjesa domethënë a ke ndonjë histori për shkakun që të ka lënë shumë breza ose publiku e ka pëlqyer shumë, që ka pasur dobi ose edhe për të qeshur? Aha. Nuk e di tek pjesa e gjysheve kemi patur faqen gegnisht. Edhe ka qenë me intelektualet geg, domethënë, edhe shoqja ime Teona, doktoresh Teona më thot na shkruaj çik për gjyshen, më thot mo, gjithmonë. Tek pjesa e gjyshes nuk e di, nga që nëna ishte tepër e preokupuar në kohën e komunizmit, domethënë nënat e shkreta shkonin piksa baudo e ktheheshin 6 darkës, iknin me ersin e vinin po me ersin. Se tash si po ja shkel domethënë. Më pëlqeu shumë. edhe kam pas dalë me nonën tek rrezja diellit, edhe asaj vinte shumë i natë nga nona tjetër. Edhe më thoshte mu, po merr mi dreq, merre mësoj çik kuron, thoshte se ajo tjetra, ajo nona tjetër ja ke mësuar të gjitha, sa i ka mësuar për menç. Nona i thosha unë, ajo Gocë Hoxha, ti nuk krahasohesh dot me atë. Po pse me çka komon? Një ta mësoj. E ne ja fillon me atë të turqe për lirçe të më thon. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tajna qelqeuther. None nuk është kështu. Inna a'tajna kelkeuther. Ashtu si di nona me mahano e me kësaj gjona, as nuk i di. A gjen këto problematikat apo këto kritikat që ti ke për shumë në jetën e përditshme dhe përpiqesh dhe i sjell si histori dhe në formë humori, ndoshta po humori holl, kush ta kuptoj, le ta kuptoj, e përdor këtë lloj forme? Edhe këtë e përdor madje edhe kalamajt, Daja, Tezja, janë shumë hadhirin, janë shumë të kujdesshëm dhe shumë mos ta ketë përmendur në status. Janë shumë vigjilent. Daja për shembull thot kujdes se nesër e ke veten në postimin e vetit, i thot gruaja. Kujdes, i thot, bo e kapi dhe këtë detaj, thot. Dhe mundohen që të jenë shumë vigjilent. Po se jetë shumë e artikuluar, edhe forma jote me humor është, nuk e di, është e jashtëzakonshme. Veti ai shikon njerëz sot më të vetmuar, pra kjo marrëdhënie që kanë qenë më përpara, kjo mënyra sa e bukur që ti e shpjegove me gjyshet, si i shikon sot? Do kthehem po prap te gjyshja. Ktheu prap ke familja dhe ke gjyshe, se mua më pëlqejnë shumë ato shkrimet e tua. Subhanallah, është e vërtet që më të vetmuar se sot nuk kemi qenë kurrë. Kemi patur një komshi tonin, kemi pasur moshatar, domethënë ishim në një kopësht, dhe si e kanë kalamajt, domethënë që lozin gjithë me rrugice dhe ziheshin me tulla, me gura, me çat kishin, domethënë. Edhe me këto komshien ngjitur, normalisht ishim moshatar dhe griheshim. Kur griheshim ne, dilin dhe gjyshet pastaj. Kapeshin dhe gjyshet. Jo po çaj e ti, jo po çaj jam unë. Subhanallah, mbasi mbaronte domethënë edhe ujrat qetësoheshin. Atëherë nona dilte dhe i thoshte: "Trëndafilëm duket se e ka patur ajo, po nëntore i thristin shkurt." Oj nëntore, i thoshte, "Hajde mi ta pimi kafe, hajde mi ta pjekim kafe këtu." Ato sa po ishin ngrindur, nuk ishte kaluar gjysore. Dhe si ishte kafi atëherë, domethënë, me pikatore, me tollon. Edhe i thoshte, "Hajde mi ta pim këtu", i thoshte, i kafe të dyja. Edhe fillonin pastaj. U harrojshin kalamajt që ishin zonë. Edhe thoshte, "Çuni im ka këtë probleme, nusja ime ka këtë." Edhe fillonin, ata ishin psikologët. Ka qenë terapi shumë e mirë. Ka qenë terapi. Kurse sot ke frikë ti tregosh sikletet e tua, hallet e tua, se njerëzit ose s'ta kuptojnë ose ta keq përdorin. Ndoshta, ama mbetet një rreth i ngushtë që gjithmonë ka njerëz të mirë, gjithmonë ka njerëz të besueshëm. Dhe unë eci me atë që njerëzit e tu të afërm, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot akrebaja është e varur te arshi i Allahut. Dhe thot kush më ruan mua, e ruajt Allahu atë, dhe kush më humb mua, e humbt Allahu atë. Të afërmit e tu, Tezet, hallat, Dajat, janë ata psikologët më të mirë. O ta din Daja, domethënë, se ça të pëlqen ty, se ça urren ti, o ta din Tezja pikën e dobët që të ka rritur, të ka lart, të ka shplar, o ta din domethënë Xhaja, se ça don ti, ça të pëlqen ty, nuk ta di askush. Shoqëria, domethënë, ka atë vendin e vet, nuk diskutohet, ama njerëzit e afërm, qyfyret, gallatat, kujtimet, janë ato të cilat domethënë që e ndërtojnë njeriu.
edhe unë elhamdulillah ka dash Zoti që unë kam lidhje kur I tregoj tani kalamajve të mi, me kë po flet në telefon? Po flasi them unë me gocën e dajës babit. O ma, po çu e njeh, o ma, gocën e dajës babit. Ndërkohë që ne kemi pas ngrënë me një sahan bashk dhe nuk mundet që t'i harrojmë. Dhe subhanallahu kur diskutoj tani me to që një telefonat e jotja më para 2 ditësh më vdiq një kushërira ime, shoqja ime e fëmijërisë, Zoti e mëshiroft. Goca e dajës së babait. Imagjino për brezin e sotëm duket shumë e largët. Ndërkohë që isha në një trajnim dhe isha tepër e zënë, pa gjumë etj. Ajo ishte me ato dhimbjet e morfinës, ishte me dhimbje 80% morfinë, domethënë 20% jetë kishte, nuk kishte më. Doktorët I kishin thënë shko në shtëpi se nuk ka asnjë lloj zgjidhje për ty. Subhanallah, më thot veti un kam nevojë për ty, thot, si e harron kushërirën kështu. Ndërkohë që ne rrinim flisnim, mama jo donte orë të gjata, sepse e shikonte që vetëm tek feja I gjente atë. Edhe unë e kuptoja që ishte si puna e të mbyturit që kërkon ndihmë. Me të vërtetë unë nuk kisha kohë, ama duhet ta gjeja kohën. Dhe kur e shikoj tash ti dje, domethënë po e dëgjoja atë mesazhin e saj të fundit zanor, duke qeshur edhe duke më thënë mos e harro kushërirën. Edhe kur I kam dhënë domethënë linqet e Kuranit, kur I kam dhënë Saad el Ghamedi, kur I kam dhënë ato duat që dëgjoje këtë vëresi për kreharorit, edhe thotë nuk më qetëson asnjë gjë përveç se librit të Allahut. Kjo për mua është gjëja më fantastike. Domethënë unë jam në shumë në paqe. Domethënë tani ajo vërtet ka ikur, ama unë ndihem shumë rehat që unë e bëra atë që kisha mundësi. Atë që brenda mundësive të mia, domethënë, wattaqullaha mastata'tu, më thot Allahu në Kur'an, friksojeni Zotit sa mundeni. Kjo ishte ajo mundësia ime. Veti si shumë studioze që je dhe me kaq shumë dije, pyetja ime është kush është meraku që ti e ke, domethënë se normalisht sa më shumë të dish aq më shumë përgjegjësi e madhe është, kush është meraku që ti e ke në mendimet e tua të vazhdueshme gjatë gjithë kohës? A ka diçka që ty të shqetëson dhe të preokupon? Më preokupon jashtëzakonisht, sikur se ta kam përmendur edhe ty, media e fëmijëve. Domethënë fëmijët tanë non-stop rrin me telefon. Edhe unë lut Allahun e madhëruar që enjes tam Eleni të më përdor, të më mundësoj që t'i krijoj një kanal halal fëmijëve, sepse deshëm apo s'deshëm telefoni po rrin në duart e kalamajve. Dhe media është edukuese. Sot fëmijën tënde ke me trup në Shqipëri, ndërsa mendja e tij është në Argjentinë, është në Kolumbi, është diku gjetk, dhe kjo pjesë domethënë më shqetëson jashtëzakonisht. Dhe normalisht ne duhet të ecim me kohën. Mua më vjen, ishim në një trajnim në Stamboll dhe çuditem sinqerisht kur I shikoj këto të reja, domethënë që vin disa musliman, profesor të mëdhenj që unë kam shpikur këtë, ndërkohë që tjetri ecën, domethënë ecën, gjithmonë ka pasur një profesor jon, ti ecën nëse ti rri statik, atëherë nuk do të thotë që tjetri po rri statik si ty. Ai po ecën dhe me kilometra. Dhe kur I shikoja projektet e tyre, një breshkë që kap disa qese që kishin ndotur lumin, ndërkohë që të tjera domethënë kanë ecur, propaganda është futur domethënë deri në detajet më të vogla domethënë të jetës së fëmijëve tan. Pra ajo që po bëjmë ne është tepër minimale, ndërsa ajo që po bëjnë të tjerët është ata non-stop ecin. Prandaj lindi edhe podcasti nga nisim në fakt për një hapësirë, ndoshta është diçka shumë e vogël, normalisht se puna që duhet bëhet është shumë e madhe, por një hapësirë dhe një shembull dhe një alternativë që të rinjtë dhe të rejat, kushdo që ka parime morale apo dëshiron që të jetë në rrugë të caktuar, ta ketë si alternativë. Pa diskutim që kemi shumë punë për të bërë dhe kjo që the është jashtëzakonisht shumë e vërtet. Unë të uroj sa më shpejt që të kesh sukses dhe ta realizosh dëshirat e tua. Do ta mbylli me diçka të bukur, me një kujtim të bukur që ti e ke nga jeta jote, që kujton gjithmonë ose nga fëmijëria ose
që dëshiron ta Kujtimi më i ndash? bukur ka qenë kujtimi momentit të munakashat risala, do të thënë diskutimi tezës doktoraturës. Në momentin që mbarova, do të thënë munakasha, mbarova atë diskutimin, edhe sigurisht do të thënë ishte një tezë e cila u vlerësua me ekselencë nga profesorët atje, dhe një nga profesorët kur dha atë natixhen, konkluzionin, më zhdukur sinqerisht tamam sikur mbas gjithë asaj lodhje, domethënë të madhe, më zhdukur tamam sikur se banorët, domethënë, të xhenetit kur e shohin atë librin dhe thon ha umqra'u kitabiyah. Domethënë hajdeni dhe lexojeni të tërë ju të gjithë librin tim. Dhe lut Allahun e madhëruar sikurse jam kënaqur në këtë dynja dhe e mora atë librin e kënaqësisë dhe gëzimit, dhe profesori më thot, e shikon, mbaroi lodhja, mbaroi stresi, mbaroi çdo gjë. Mbaroi, ikën të gjitha, u fshin, sikurse e shijova këtë në dynja, lut Allahun e madhëruar që ta shijoj të njëjtin moment në ahiret. Amin. Amin, inshallah ta uroj me gjithë zemër. Faleminderit shumë për gjithë kontributin që ti ke. Jam shumë e gëzuar që ishim bashkë në podcast dhe për gjithë bisedën e bukur që zhvilluam. Faleminderit dhe juve miq që na ndoqët. Uroj që kjo bisedë ju ketë pëlqyer dhe shërbyer sadopak. Ju takofshin në episodet e tjera.